Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Studentët e Republikës Maqedonisë së Veriut që dëshirojnë të ushtrojnë të drejtën e tyre për ushqim të subvencionuar studentor për vitin akademik 2025-2026 kanë ende disa ditë për të aplikuar, njoftojnë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në Maqedoninë e Veriut. Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve skadon më 5 shkurt 2026. E drejta për ushqim të subvencionuar studentor është e destinuar për studentët e studimeve të plota universitare me të ardhura mujore më të ulta se paga minimale neto, si dhe për studentët e regjistruar në studime pas universitare dhe të integruara në universitetet shtetërore dhe private në vend, thonë nga Ministria e Arsimit në Maqedoninë e Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla parlemëroi demokratët se nëse nuk reflektojnë dhe nuk marrin pjesë në mbledhjen e komisionit posaçëm të reformës territoriale, do të ndërmerren mekanizma për të zhbllokuar situatën. Jemi në kushtet që pothuajse 3 muaj pas këtij ngritjes së këtij komisionit posaçëm të reformës administrative territoriale, një reformë e rëndësishme sa i përket qëllimit tonë për të vijuar thellimin e përmirësimit të shërbimeve publike ndaj komuniteteve. Jemi në situatën që deputetët e Partisë Demokratike nuk lejohen nga lidershipi i partisë tyre që të marrin pjesë në mbledhjet e komisionit. Dhe besoj e shpresoj që sot në mbledhjen e komisionit posaçëm të reformës administrative territoriale, jo vetëm deputetët e opozitës të jenë prezent, por të marrin dhe detyrat brenda kompozicionit dhe detyrave të këtij komisioni, në mënyrë që nesër në seancën e kuvendit të mos jemi të detyruar të vendosim mekanizma zhbllokues. Kjo nënkupton ndryshimin e përbërjes së komisionit posaçëm ku Partia Socialiste do të ketë një antar më shumë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pas pranisë në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje, u shpreh se çfarë ka parë sipas tij në vizitën e shkurtër në prokurorinë speciale. Aty ishte Altin Troplini apo Poja i Skapit, i cili ishte ulur me 3 personazhe, me Elvis Doçin, Altin Hajrin dhe Irenën me 5 mbiemra, sepse si avokati tyre u bënte shpjegime për çështjen. Ish kryeministri Sali Berisha përballet me akuzën për korrupsion, ndërsa dhëndri i tij, Jamarber Maltezi dhe biznesmeni Fatmir Bektashi akuzohen për përfshirje në korrupsion dhe veprime të palishme për pastrimin e parave. Ndërkohë për 2 pandeurit e tjerë, prokuroria ka ngritur akuza për përfshirje në skema të pastrimit parave. Zyra e Rregullatorit të Energjisë në Kosovë deklaron se nuk ka rritje të tarifave të energjisë. Në mbledhjen e parë të bordit për vitin 2026, në të cilën shqyrtoi kërkesën për përcaktimin e të hyrave dhe tarifave NEMO për periudhën 2026-2028, ai ka theksuar se lista e tarifave për Kosovën propozohet të mbetet e pandryshuar, dhe se nuk bëhet fjalë për rritje të tarifave të energjisë. Muharrem Gashi, udhëheqësi i departamentit të tarifave në ZRE, deklaroi se të hyrat e lejuara të propozuara përfshin komponentët rregullator standard si kostot operative, kostot që lidhen me investimet kapitale, amortizimet, kapitalin e punës dhe tarifat e licencës. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Arben Fetaj emërohet në krye të Këshillit Nacional për hetime financiare dhe konfiskim të pasurisë, duke cilësuar këtë vendim si një moment kyç në forcimin e luftës kundër korrupsionit. Sipas zyrës së shtypit pranë zëvendës kryeministrit, emërimi i Fetaj si shqiptari i parë në këtë pozitë shënon një kthes të rëndësishme institucionale, pasi vendos në qendër hetimin financiar dhe konfiskimin e pasurisë së përfituar në mënyrë të palishme. Ai ka theksuar se ky është një mesazh i qartë se shteti po synon rrënjët e korrupsionit duke goditur drejt për drejt pasurinë dhe interesat e të paprekshëmve. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.